Në një qytet të vogël, të rrethuar nga kodra të gjelbra dhe rrugë të ngushta ku njerëzit njihnin njëri tjetrin jo vetëm me emër, por edhe me historinë e familjes, jetonte një grua për të cilën flitej më shumë se sa për çdo njeri tjetër. Quhej Selmira. Ajo nuk ishte e pasur. Nuk kishte një shtëpi madhështore. Nuk lëvizte me makina luksoze dhe nuk kishte vendosur kur një tabel të madhe në derën e saj ku të shkruhej se merrej me parashikime. Njerëzit e dinin vetë. Dhe me kalimin e viteve, dera e shtëpisë së saj ishte bërë një nga dyert më të trokitura të qytetit. Dikush vinte për martesën, dikush për një fëmijë, dikush sepse kishte humbur punën, dikush sepse një njeri i dashur ishte larguar pa dhënë asnjë shpjegim. Dikush tjetër vinte vetëm sepse kishte një ndjesi të çuditshme se diçka do të ndodhte. Selmira nuk u premtonte kur njerëzve një të ardhme të përsosur. Ajo nuk thoshte se çdo problem do të zhdukej. Nuk pretendonte se mund ta ndryshonte fatin. Ajo vetëm shikonte shenjat e horoskopit, datën e lindjes, shënimet e saj të vjetra dhe mbi të gjitha fytyrën e personit që kishte përballë. Ajo besonte se yjet nuk e shkruanin jetën. Sipas saj, yjet vetëm tregonin rrugët nëpër të cilat njeriu mund të humbiste. Dhe pikërisht kjo e bënte historinë e saj kaq të veçantë, sepse shumë prej parashikimeve që i atribuoheshin nuk ishin thjesht fjalë të përgjithshme. Ajo kishte përmendur emra, kishte thënë data, kishte përshkruar takime që ende nuk kishin ndodhur, kishte paralajmëruar njerëz për vendime që në atë moment dukeshin krejtësisht të parëndësishme. Por ajo që askush nuk dinte ishte se Selmira kishte një sekret që e mbante të fshehur prej më shumë se 30 vitesh. Dhe gjithçka kishte filluar në një natë dimri, shumë kohë përpara se njerëzit e qytetit të fillonin ta quanin gruaja që lexon fatin. Në atë kohë, Selmira ishte vetëm një vajzë 20 vjeçare. Jetonte me nënën e saj dhe me gjyshen në një shtëpi të vjetër prej guri, në skajin e qytetit. Babai i saj kishte vdekur kur ajo ishte ende fëmijë dhe nëna e kishte rritur me shumë vështirësi. Gjyshja Mira ishte një grua e heshtur. Ajo kishte pak miq, fliste rrallë dhe kishte një zakon të çuditshëm. Çdo mbrëmje, pasi të gjithë shkonin për të fjetur, ajo dilte në obor dhe qëndronte për disa minuta duke parë qiellin. Selmira e kishte pyetur shumë herë pse e bënte. Gjyshja gjithmonë i jepte të njëjtën përgjigje, sepse qielli nuk gënjen. Në atë kohë Selmira qeshte, i dukej si një shprehje e një gruaje të moshuar që kishte kaluar shumë vite duke jetuar vetëm me kujtimet. Por një natë gjithçka ndryshoi. Ishte fundi i janarit. Qielli ishte i pastër dhe temperatura kishte rënë shumë poshtë zeros. Selmira ishte zgjuar nga një zhurmë. Doli nga dhoma dhe pa gjyshen ulur në tryezën e kuzhinës. Përpara saj ishte një fletore e vjetër. Fletoria kishte kopertinë të zezë dhe qoshet i kishte të dëmtuara. "Çfarë po bën?" e pyeti Selmira. Gjyshja ngriti kokën. "Po të pres." Selmira mbeti e habitur. "Mua?" "Po." "Pse?" Gjyshja e shtyu fletoren drejt saj. "Sepse ka ardhur koha." Selmira u ul. Nuk kuptonte asgjë. Mira hapi një faqe ku ishin shkruar shumë data dhe emra. Disa emra ishin të njerëzve që Selmira i njihte. Disa të tjerë nuk i kishte dëgjuar kur. Pranë çdo emri kishte një shenjë horoskopi dhe disa fjali të shkurtra. "Çfarë është kjo?" "Historia e njerëzve që kanë ardhur tek unë." "Për çfarë?" "Për të mësuar se çfarë i pret." Selmira filloi të qeshte, por gjyshja nuk qeshi. "Mos qesh." Selmira u bë serioze. Mira mori një laps. "Dua të mësoj diçka." "Çfarë?" "Si të lexosh shenjat." Selmira nuk e dinte se ajo fjali do të ndryshonte gjithë jetën e saj. Në fillim ajo mendoi se bëhej fjalë vetëm për astrologjin, për shenjat e zakonshme të zodiakut. Dashi, Demi, Binjakët, Gaforja, Luani, Virgjëresha, Peshorja, Akrepi, Shigjetari, Bricjapi, Ujori dhe Peshit. Por gjyshja i tha se shenjat ishin vetëm fillimi. Sipas saj, çdo njeri mbante një lloj harte të padukshme. Disa njerëz e kishin më të lehtë ta lexonin, disa e kishin më të vështirë, dhe shumë prej tyre nuk donin ta shihnin fare. Selmira e dëgjoi me vëmendje. "Po ti si e di nëse dikush do të ketë fat të mirë?" Mira buzëqeshi. "Nuk e di, por ti parashikon." "Unë interpretoj." "Kjo nuk është e njëjta gjë." "Jo." Gjyshja u ngrit dhe shkoi drejt dritares. Parashikimi të bën të mendosh se gjithçka është e vendosur. Interpretimi të kujton se njeriu ka zgjedhje. Selmira nuk e kuptoi plotësisht,
por e mbajti mend. Gjatë muajve që pasuan, gjyshja filloi t'i mësonte gjithçka që dinte. Selmira mësoi datat, mësoi shenjat, mësoi planetët, mësoi kuptimet që njerëzit u kishin dhënë atyre gjatë shekujve. Por gjyshja i mësoi edhe diçka tjetër, të mos i besonte verbërisht asnjë parashikimi. Mos i thuaj kur një personi se do të vdes. Pse? Sepse frika mund ta vras përpara se ta bëjë sëmundja. Po nëse e shoh, edhe atëherë hesht. Po nëse shoh diçka të keqe, thuaj të jetë i kujdesshëm. Po nëse shoh diçka të mirë, atëherë thuaj të mos e humbas. Këto rregulla Selmira nuk do t'i harronte kurrë. Vitet kaluan, gjyshja u plak, dhe një ditë pas një paralajmërim, ajo vdiq. Selmira mbeti me fletoren e zezë, për shumë kohë nuk e hapi, e mbajti në një sirtar. Jeta vazhdoi. Ajo u martua, punoi në vende të ndryshme. U njoh me njerëz të ndryshëm, por sa herë që dikush i kërkonte të shihte shenjën e horoskopit, ajo e shmangte. Deri në ditën kur një grua e quajtur Vesa trokiti në derën e saj. Vesa ishte rreth 35 vjeç. Ishte e martuar dhe kishte 2 fëmijë. Kur hyri në shtëpi, nuk u ul menjëherë, qëndroi në këmbë, duke e friksuar. Kam nevojë për ndihmë. Selmira e pa gjatë. Çfarë ka ndodhur? Burri im më gënjen. Pse mendon kështu? Nuk e di. Ke prova? Jo. Atëherë pse ke ardhur? Vesa uli kokën. Sepse kam frikë se po humbas gjithçka. Selmira nuk dinte çfarë t'i thoshte. Në atë moment i erdhi ndërmend fletoria e gjyshes. Ajo shkoi në dhomë, hapi sirtarin, e mori. Kur e hapi, pa një faqe të vjetër ku gjyshja kishte shkruar një fjali. Një grua do të vijë kur të mos i besoj më zemrës së saj. Selmira ngriu, poshtë fjalis ishte data. Ishte ajo ditë. Ajo e lexoi përsëri. Pastaj pa datëlindjen e Vesës. Filloi të llogariste. Pas disa minutash ngriti syt. Ti nuk e ardhur për të mësuar nëse burri yt të tradhton. Vesa u habit. Për çfarë kam ardhur? Ke ardhur sepse do të dish nëse duhet të qëndrosh. Sytë e Vesës u mbushën me lot, dhe atëherë Selmira kuptoi se gjyshja kishte pasur të drejtë. Njerëzit nuk vinin për të ardhmen. Ata vinin për të tashmen. Vinin sepse nuk dinin çfarë të bënin me atë që po përjetonin. Selmira nuk i tha Vesës se burri e tradhtonte. Nuk i dha një përgjigje të prerë. I tha vetëm, mos merr vendim sonte. Vesa e pa. Pse? Sepse nesër do të mësosh diçka që sot nuk e di. Vesa u largua. Të nesërme në mëngjes, burri i saj i tregoi se kishte humbur një shumë të madhe parash dhe kishte marrë hua nga njerëz të rrezikshëm. Ai nuk e kishte tradhtuar, por kishte fshehur diçka shumë më të rëndë. Vesa u kthye te Selmira, dhe prej asaj dite fjala filloi të përhapej. Jo me shpejtësi. Në fillim vetëm nga një familje të tjetra, pastaj nga një lagje të tjetra, dhe më pas edhe jashtë qytetit. Selmira filloi të merrte vizitor çdo ditë, por ajo kishte një rregull. Nuk pranonte më shumë se 3 persona në ditë. Njerëzit duhej të prisnin. Disa prisnin javë, disa muaj, por prisnin. Një pasdite erdhi një burri i quajtur Ermal. Ai ishte rreth 50 vjeç. Kishte një biznes të vogël dhe kishte ardhur me një pyetje të vetme. A do të falimentoj? Selmira pa shenjën e tij. Pastaj e pa në sy. Nuk mund ta di, por ti sheh gjëra. Shoh mundësi. Çfarë mundësi e sheh? Që nëse vazhdon të bësh të njëjtën gjë, do të humbasësh shumë. Ermali u nervozua. Çfarë do të thotë kjo? Ndrysho mënyrën se si punon. Kur? Para vjeshtës. Ai nuk e mori seriozisht, por pas disa muajsh një ndryshim në treg e goditi biznesin e tij. Ai humbi disa klientë, kujtoi fjalët e Selmirës dhe ndryshoi strategjinë. Biznesi nuk u mbyll. Përkundrazi, pas 2 vitesh u bë më i madh. Ermali u kthye. Ti ma shpëtove jetën. Selmira tundi kokën. Jo, po. Unë vetëm të bëra të mendosh. Ai heshti. Ndoshta ky ishte sekreti më i madh i saj. Ajo nuk parashikonte gjithmonë të ardhmen. Ajo i detyronte njerëzit ta shihnin të tashmen, por me kalimin e viteve ndodhen edhe raste që e bën vetë Selmirën të dyshonte. Një prej tyre ishte historia e një vajze të quajtur Rina.
Rina ishte 22 vjeçe. E bukur, energjike dhe shumë ambicioze. Ajo kishte një ëndër. Të largohej nga qyteti. Kur ul përballë Selmirës, i tha: "Dua të di nëse do të iki." Selmira e pyeti: "Ku?" "Jashtë shtetit." "Për çfarë?" "Për punë." Selmira shikoi datëlindjen. Pastaj shënimet. "Po." Rina buzëqeshi. "Kur?" "Brenda një viti." "Vetëm kaq?" "Jo." Selmira heshti. "Do të shkosh për një arsye që nuk është puna." Rina u çudit. "Çfarë arsyeje?" "Nuk e di." 3 muaj më vonë Rina u largua, por jo për punë. Ajo u dashurua me një djalë që jetonte jashtë dhe vendosi të shkonte pas tij. Pas disa vitesh, ajo u kthye në qytet me një fëmijë. Marrëdhënia kishte përfunduar, por ajo kishte krijuar një jetë të re. Kur shkoi te Selmira, e pyeti: "Si e dije?" Selmira buzëqeshi. "Nuk e dija, por e the, sepse disa gjëra janë të dukshme kur nuk je ti ai që po jeton." Rina qeshi. "Ti gjithmonë përgjigjesh kështu." "Kur mundem." Por jo çdo histori kishte fund të lumtur. Një burr i quajtur Luan erdhi një mbrëmje. Ai ishte i qetë, por syti kishte të lodhur. "Kam humbur gruan." "Ka vdekur?" "Jo." "Është larguar." "Po." "Sa kohë?" 2 muaj." "Pse?" "Nuk e di." Selmira pa shënimet. Pastaj heshti. "Ti e di." Luan u shtang. "Çfarë di?" "Arsyen." "Jo." "Ke bërë diçka që ajo nuk ta ka falur." Ai nuk foli. Pas disa minutash, pranoi se kishte pasur një marrëdhënie tjetër. "Dua ta kthej." "Pse?" "Sepse e dua." "E ke dashur kur e humbe." Ai uli kokën. Selmira nuk i tha se do ta kthente. Nuk i tha se gjithçka do të rregullohej. I tha vetëm: "Nëse do të kthehet, nuk do të jetë sepse ti e bind. Do të jetë sepse ajo vendos." Luan u largua. Pas një viti u kthye. Këtë herë ishte vetëm. U kthye. Selmira e pyeti: "Jo." "Dhe?" "Unë ndryshova." Ajo buzëqeshi. "Ky është parashikimi më i mirë që mund të bësh për veten." Këto histori u grumbulluan, dhe Selmira u bë një figurë e njohur, por fama solli edhe njerëz që nuk e besonin. Disa thoshin se ajo mashtronte. Disa thoshin se kishte mësuar të lexonte njerëzit dhe jo yjet. Disa thoshin se përdorte informacione që i merrte nga të tjerët. Një gazetar i ri, Arlind, vendosi ta hetonte. Ai ishte skeptik, nuk besonte në astrologji, nuk besonte në parashikime, dhe ishte i bindur se mund ta zbulonte sekretin. Ai shkoi tek Selmira pa i treguar emrin e tij të vërtet. U prezantua si një njeri që kishte ardhur për këshill. Selmira e dëgjoi. Pastaj i tha: "Ti nuk ke ardhur për fatin." "Pse?" "Ke ardhur për të më testuar." Arlindi mbeti pa fjalë. "Si e kuptove?" "Sepse njerëzit që kërkojnë përgjigje nuk më shikojnë siç më shikon ti." Ai qeshi. "Pra, e pranon." "Çfarë?" "Që nuk parashikon." Selmira nuk u mërzit. "Unë nuk kam thënë kurrë se jam magjistare, por njerëzit besojnë se ti sheh të ardhmen. Njerëzit besojnë shumë gjëra. Dhe ti?" "Unë besoj se njeriu e krijon pjesën më të madhe të fatit të vet." Arlindi u largua, por para se të dilte nga dera, Selmira i tha: "Mos e publiko historinë pa lexuar fletoren." Ai u kthye. "Çfarë fletoreje?" Selmira nuk u përgjigj. Atë natë Arlindi nuk mund të flinte. Të nesërmen u kthye. Selmira i dha fletoren e zezë. Ai e hapi. Faqet ishin të mbushura me shkrime të vjetra. Data, emra, parashikime. Disa prej tyre ishin të shkruara nga gjyshja, disa nga Selmira, por ajo që e tronditi ishte një faqe në fund. Aty ishte emri i tij, Arlind, dhe data e lindjes. Ai nuk ja kishte treguar. Si e more këtë? Selmira e pa. "Unë nuk e kam shkruar." "Po kush?" "Gjyshja ime." "Kur?" "Para se të lindje." Arlindi u zbe. Në faqe shkruhej: "Një burr i ri do të vijë duke mos besuar. Ai do të kërkojë të zbulojë sekretin, por në fund do të kuptojë se sekreti nuk është e yjet." Arlindi nuk foli. "Si është e mundur?" pyeti më në fund. Selmira mbylli fletoren. "Nuk e di." Për herë të parë në gjithë jetën e saj, ajo e pranoi diçka që e kishte friksuar për vite.
Ndoshta nuk ishte gjithçka rastësi. Ndoshta kishte diçka që ajo nuk e kuptonte. Ndoshta gjyshja kishte ditur më shumë. Por ndoshta kishte edhe një shpjegim tjetër. Ndoshta Mira kishte mbledhur informacione. Ndoshta dikush I kishte treguar. Ndoshta datat ishin ndryshuar. Ndoshta Selmira po përballej me një rastësi të jashtëzakonshme. Por një gjë ishte e sigurt. Arlindi nuk e publikoi artikullin. Në vend të kësaj, ai filloi të vinte çdo javë. Dhe Selmira filloi t'i mësonte atij atë që gjyshja I kishte mësuar. Se njerëzit nuk kanë gjithmonë nevojë për një përgjigje. Ndonjëherë kanë nevojë për një pyetje të duhur. Se një njeri që pyet a do të jemi lumtur, mund të jetë duke kërkuar në të vërtetë a duhet të largohem. Një njeri që pyet a do të më tradhtoj, mund të jetë duke pyetur a duhet I besoj më. Një njeri që pyet a do të bëhem I pasur, mund të jetë duke pyetur apo e humbas jetën duke ndjekur paratë. Dhe një njeri që pyet a do të më doj, mund të jetë duke pyetur a jam mjaftueshëm I mirë. Selmira I dinte këto. Prandaj njerëzit ktheheshin. Jo sepse ajo kishte gjithmonë përgjigjen, por sepse pranë saj njerëzit mund të thonin gjëra që nuk guxonin t'ia thonin askujt tjetër. Vitet vazhduan. Qyteti ndryshoi. Shtëpitë e vjetra u prishën. U ndërtuan ndërtesa të reja. Njerëzit filluan të përdornin telefonat për çdo gjë, por dera e Selmirës vazhdonte të hapej. Një ditë erdhi një vajzë e re. Quhej Elona. Ishte vetëm 19 vjeçe. Ajo kishte ardhur me nënën. Vajza ime ka frikë, tha nëna. Selmira e pa Elonën. Për çfarë? Nuk e di çfarë dua të bëj me jetën. Selmira buzëqeshi. Askush në moshën tënde nuk duhet ta di. Elona u çudit. Po horoskopi. Horoskopi nuk të jep një profesion. Po fati. Fati nuk është një orar autobusi. Elona filloi të qeshte. Dhe për herë të para të ditë, ajo u qetësua. Selmira I tha, mos kërko të dish ku do të jesh pas 10 vitesh. Zbulo vetëm se ku dëshiron të jesh vitin tjetër. Elona e ndoqi këshillën. Ajo filloi të studionte. U largua nga qyteti. U kthye pas shumë vitesh. Tashmë ishte mjeke. Kur hyri në shtëpinë e Selmirës, gruaja e moshuar mezi e njohu. Unë jam Elona. Selmira buzëqeshi. Vajza që nuk e dinte çfarë do të bënte me jetën. Po, e gjete. Jo. Selmira qeshi. Mirë. Pse mirë? Sepse jeta nuk është diçka që e gjen, është diçka që e ndërton. Elona u ul pranë saj, dhe për disa minuta ato nuk folën. Jashtë binte shi, një shi që të vjeshte. Selmira pa nga dritarja. Në tavolinë ishte ende fletoria e zezë, por tashmë ajo ishte shumë e konsumuar. Faqet po zverdhnin. Disa shkrime mezi lexoheshin. Selmira e dinte se koha e saj po afrohej. Nuk e dinte datën. Nuk donte ta dinte. Ajo kishte kaluar gjithë jetën duke parë të ardhmen e të tjerëve, por kishte mësuar të mos e kërkonte të sajën. Një mbrëmje Arlindi erdhi përsëri. Tashmë ai ishte burri I pjekur. Kam një pyetje. Ti gjithmonë ke pyetje. Çfarë do të ndodh me fletoren? Selmira e pa. Do të digjet. Arlindi u habi. Pse? Sepse nuk dua që dikush ta përdor për të kontrolluar njerëzit. Po gjithë këto histori do të mbeten në kujtesën e atyre që I kanë jetuar. Dhe parashikimet, disa ishin të sakta. Shumica. Selmira buzëqeshi. Shumica ishin zgjedhje. Arlindi heshti. Pastaj pyeti. Po sekretin e gjyshës. Selmira u ngrit ngadalë. Mori fletoren. E hapi në faqen e fundit. Aty kishte vetëm një fjali. Mos u përpiq të parashikosh çdo gjë. Disa gjëra duhen jetuar. Arlindi e lexoi. Ka qenë gjithmonë aty. Po. Dhe ti nuk e ke kuptuar. Jo. Kur e kuptove? Selmira pa nga dritarja. Kur ndalova së pasuri frikë nga e ardhmja. Atë natë ajo ndezi sobën. Hapi fletoren. Faqe pas faqeje. Emra, data, shpresa, frikë, dashuri, gabime. Njerëz që ishin kthyer. Njerëz që nuk ishin kthyer kur. Gjithçka kaloi nëpër duart e saj. Ajo mori faqen e parë. E pa për disa sekonda. Pastaj e hodhi në zjarr. Flaka e kapi ngadalë. Arlindi qëndronte pranë saj. Nuk po të vjen keq. Po.
Atëherë pse po e bën? Sepse disa kujtime nuk kanë nevojë të ruhen në letër. Një faqe tjetër u dogj. Pastaj një tjetër. Derisa fletorja u zhduk pothuajse e gjitha. Por një faqe Selmira e mbajti. Faqja me emrin e saj. Arlindi e pa. Pse atë nuk e dogje? Selmira buzëqeshi. Sepse ende nuk e kam përfunduar. Çfarë shkruan? Ajo e ktheu faqen. Ishte bosh. E ardhmja, tha ajo. Dhe për herë të parë Arlindi kuptoi se ndoshta kjo ishte përgjigjja që ajo kishte kërkuar gjithë jetën. Jo se ajo mund ta parashikonte fatin e të gjithëve, por se ajo kishte mësuar t'i ndihmonte njerëzit të mos kishin frikë prej tij. Selmira jetoi edhe disa vite. Ajo vazhdoi të priste njerëz, por numri i vizitorëve u paksua. Ajo vetu plak, duart i dridheshin, syt i lodheshin, por kujtesën e kishte të fortë. Çdo person që kishte ardhur tek ajo dukej se ishte ende i gjallë në mendjen e saj. Vesa, Ermali, Rina, Luani, Elona dhe qindra të tjerë. Një mëngjes, një djalë i vogël erdhi me baban. Djali kishte një pyetje. Zonje, a mund të më tregosh çfarë do të bëhem kur të rritem? Selmira e pa dhe qeshi. Jo. Djali u mërzit. Pse? Sepse dua ta zbulosh vet. Po ti nuk e di. Di shumë gjëra. Çfarë? Di që ke frikë nga errësira. Djali hapi syt. Si e di? Sepse e ke dorën shumë të shtrënguar me të babait. Babai buzëqeshi. Djali u skuq. Po kjo nuk është horoskop. Jo. Si e dije? Selmira u afrua. Sepse ka gjëra që nuk kanë nevojë për yje. Djali qeshi. Dhe kur u largua, Selmira e pa nga dritarja. I kujtoi veten kur ishte e re. Kur ende besonte se gjithçka kishte një përgjigje. Kur mendonte se nëse studionte mjaftueshëm, mund ta kuptonte çdo mister. Por jeta I kishte mësuar diçka tjetër. Misteret nuk ekzistojnë gjithmonë për t'u zgjidhur. Disa ekzistojnë për të na bërë më të vëmendshëm. Disa për të na bërë më të guximshëm. Disa për të na kujtuar se nuk mund të kontrollojmë gjithçka. Dhe ndoshta pikërisht kjo ishte arsyeja pse Selmira kishte qenë kaq e veçantë. Ajo nuk u kishte premtuar njerëzve se do të kishin fat. Ajo u kishte mësuar të mos kishin frikë nga fati. Kur lajmi për vdekjen e saj u përhap në qytet, njerëzit dolën në rrugë. Disa kishin ardhur nga larg, disa kishin njohur Selmirën vetëm një herë, të tjerë kishin trokitur në derën e saj 10 herë. Në ceremoninë e lamtumirës, Arlindi mbajti një fjalim. Nuk foli për astrologjin, nuk foli për planetët, nuk foli për parashikimet. Tha vetëm, Selmira na mësoi se njeriu nuk ka nevojë gjithmonë të di se çfarë do të ndodhë. Ndonjëherë mjafton të ketë guximin të përballet me atë që po ndodh tani. Pas ceremonisë, ai u kthye në shtëpinë e saj. Dera ishte e mbyllur, dhoma ishte bosh, por në tavolinë kishte një cop letër. Ai e mori, në të shkruhej, për atë që do të vijë pas meje. Arlindi e hapi. Ishte një mesazh I shkurtër. Nëse njerëzit vinte të pyesin për të ardhmen, mos u thuaj atë që duan të dëgjojnë. Mos u thuaj se gjithçka do të shkojë mirë. Mos u thuaj se gjithçka do të shkojë keq. Pyeti se çfarë po I tremb, sepse përgjigjja e vërtetë është zakonisht aty. Poshtë kishte një fjalë tjetër. Dhe nëse një ditë mendon se mund ta parashikosh gjithçka, mbyllë librin dhe dil jashtë. Jeta është më e madhe se çdo shenjë. Arlindi e lexoi disa herë. Pastaj e palosi. Nuk e publikoi. E mbajti për vete. Vitet kaluan dhe historia e Selmirës u kthye në legjendë. Disa njerëz thoshin se ajo kishte pasur një dhunti të vërtetë. Disa thoshin se ishte psikologe e jashtëzakonshme pa e ditur. Disa thoshin se kishte pasur një intuit që pak njerëz e kishin. Të tjerë vazhdonin të besonin se yjet I kishin treguar gjithçka. Ndoshta secili kishte të drejtë në mënyrën e vet. Sepse askush nuk mund ta provonte se ku përfundonte astrologjia dhe ku fillonte intuita. Askush nuk mund të shpjegonte çdo rast. Dhe ndoshta Selmira nuk do të kishte dashur ta shpjegonte. Ajo e kishte kuptuar shumë herët se njerëzit kërkojnë siguri në gjëra që nuk mund t'u japin siguri. Shikojnë qiellin kur kanë frikë. Kërkojnë shenja kur duhet të marrin një vendim. Kërkojnë një përgjigje kur zemra e tyre tashmë e di. Dhe ndoshta horoskopi në fund të fundit nuk ishte një hartë së ardhmes. Ishte një pasqyrë, një mënyrë për të parë veten.
për të pyetur veten se çfarë dëshiron, çfarë të tremb, çfarë po humbet, çfarë duhet të ndryshosh, dhe çfarë nuk duhet ta lësh kurrë pas. Historia e Selmirës vazhdoi të tregohej brez pas brezi. Në disa versione, ajo kishte parashikuar një tërmet. Në disa të tjera, kishte parandjer ardhjen e një njeriu të rëndësishëm. Në disa versione, ajo kishte parë vdekjen e vet vite përpara, por askush nuk e dinte të vërtetën. Sepse vetmja gjë që Selmira nuk kishte pranuar kur të parashikonte ishte dita e fundit e jetës së saj. Ajo kishte thënë, disa dyer duhen hapur vetëm kur vjen koha. Dhe ndoshta kjo ishte arsyeja pse edhe pas vdekjes së saj, njerëzit vazhdonin të flisnin për të. Jo sepse ajo kishte parashikuar fatin e të gjithëve, por sepse kishte bërë diçka shumë më të vështirë. I kishte bindur njerëzit se fati nuk ishte gjithmonë një dënim, se një gabim nuk ishte domosdoshmërisht fundi, se një humbje nuk do të thoshte se gjithçka kishte mbaruar, se një ndarje mund të ishte fillimi i një jete tjetër, se një dështim mund të ishte rruga drejt një mundësie, dhe se një njeri mund të ndryshonte drejtimin edhe kur mendonte se gjithçka ishte vendosur. Kjo ishte trashëgimia e saj, jo fletorja, jo parashikimet, jo shenjat e horoskopit, por pyetje që ajo u kishte lënë njerëzve. Çfarë do të bësh me kohën që ke? Çfarë do të ndryshosh? Kë do të falësh? Kë do të lësh pas? Cilën frikë do ta përballosh? Dhe mbi të gjitha, nëse nesër nuk do të kishte asnjë shenjë në qiell që të tregonte rrugën, a do të diete ecje vetë? Selmira besonte se përgjigjja ishte po. Edhe pse njerëzit vinin tek ajo për të parë yjet, në fund ata mësonin të shikonin brenda vetes. Dhe ndoshta ky ishte misteri më i madh i gruas që dikur quhej ajo që parashikon fatin e të gjithëve. Ajo nuk e dinte të ardhmen. Ajo thjesht dinte t'i bënte njerëzit të besonin se mund të përballonin çfarëdo që e ardhmja do t'u sillte. Dhe kjo ndoshta ishte më e vlefshme se çdo parashikim.